të forcave ushtarake amerikane dhe të qeverisë Shteteve të Bashkuara për vendimin e tyre, porzimin, arrestimin e diktatorit të shëmtuar të Venezuelës, Maduros, dhe evakuimin e tij jashtë vendi për t'i bërë gjyqin e merituar. Largimin i Maduros nga pushteti, këtij diktatori të lidhur me drogën dhe manipulimin e zgjedhjeve, është një lajm i mirë për të gjithë njerëzit e lirë kudo në botë, në veçanti për popullin e Venezuelës që vuajti kaq vite në regjimin e tij. Por është një lajm shumë mirë dhe për shqiptarët të cilët përjetojnë regjimin e klonit të tij në Shqipëri, të cilën mediat amerikane dhe jo vetëm ato e kanë quajtur Ramaduro. Këto zhvillime në Venezuelë janë një inkurajim shumë i madh për opozitën shqiptare për të bërë detyrën e vet largimin sa më shpejt nga pushteti të një personi, të një diktatori që qëndron mbi votën e grabitur, mbi lidhjet e tij me krimin dhe drogën dhe vjedhjet e shqiptarëve. Të dashur miq, sot gjithashtu populli iranian është në rrugë kundër regjimit të Ajetullahve. Qytetet tëra të Iranit janë përfshi nga protestat fuqishme. Leturojmë që Ajetullahu dhe suite e tij të kenë sa më shpejt fatin e Maduros.